Në qytetet shqiptare, besimtarët musliman kanë festuar ditën e Fitr Bajramit. Në orët e para është zhvilluar ceremonia religjioze e kësaj dite të shenjtë për besimin islam me faljet e namazit që janë drejtuar nga myftinjt e xhamive përkatëse. Në Vlorë, për shkak të restaurimit të xhamisë së Plumbit, ceremonia është zhvilluar në Pallatin e Sportit. Ceremonia ka filluar me lexim të Kuranit e më pas është zhvilluar falja e namazit. Një fjalë përshëndetëse ka mbajtur myftyi i Vlorës Ardit Hoxhllaku, ku ka falenderuar besimtarët në këtë ditë të madhe, agjërim të lehtë dhe të pranuar. Në Elbasan, njëra prej dy festave më të rëndësishme në kalendarin e myslimanëve nisi në qendër të qytetit. Mira besimtarë u mblodhën në sheshin Genshër në ceremoninë që e drejtoi myftiju Agim Duka. Sipas tij, kjo festë simbolizon sakrificën ndaj Zotit, prandaj kërkohet më shumë dashuri midis njerëzve. Në Berat, kremtimi i kësaj dite të shenjtë nisi herët në mëngjes në orën 6:10, ku besimtarët u bashkuan në pedonalen kryesore të qytetit për të kryer ritet e faljes, duke u lutur për më shumë paqe, mbarësi dhe begati për veten, familjet e tyre dhe për të gjithë botën. Ritet e faljes u udhëhoqën nga myftyi i qytetit të Beratit, i Bilbil Talla. Edhe në Durrës, besimtarët u mblodhën në sheshin e xhamisë së madhe, të cilët nisën ceremoninë në orën 6:45 dhe kryen faljen e namazit në orën 7:30. Një nga traditat kryesore të kësaj feste në këtë qytet është dhënia sadakas, një akt simbolik që thekson vlerat e solidaritetit dhe bamirësisë.